Do vendosim pak alkool, si gelatin, alkool me ato që dezinfektojnë duart. Alkooli do qëndrojë mbi ujë. Okej. Tu shohim zjarrin me ngjyrë shumë të zbehtë bëjqielle, por drita e fuqishme e këtij zjarri është në spektrin ultraviolet. Aty ky zjarr shndrit me forcë shumë të madhe. Për të vërtetuar që këtu ka flak, ne do vendosim letrën, e cila merr flak direkt. Flaka është e dukshme dhe nuk bashkëvepron me dritën e dukshme të syrit të njeriu. Megjithatë, vetë flaka del nga hidrogjeni, oksigjeni dhe karboni. Kështu që nuk ka asnjë papastërti që të japi disa frekuenca drite të tjera që ne mund ta shohim as verë, as të kuqe, as jeshile. Domethënë është vetëm ngjyra ultraviolet dhe vetëm pak bëjqielle në spektrin e dukshëm të syrit të njeriu.